Dje në mbledhjen e Këshillit Bashkiak me shumicë votash ju hoq titulli qytetar nderi Gjergj Velos, ish kryetari të Komitetit Ekzekutiv dhe kryetari i Komisionit të Internim dëbimit në kohën e diktaturës, që me firmën e tij internoi shumë familje dhe qytetar lushnjar. Vendimi më parshëm ishte marrë mbi bazën e informacionit të paplot të paraqitur nga autoriteti i dosjeve. Pas rishqyrtimit të çështjes dhe përfshirjes së saj në rendin e ditës, Këshilli Bashkiak votoi heqjen e titullit me 23 vota pro, 4 kundër dhe 8 abstenime. Deputeti i Partisë Demokratike Lushnjës Emir Korreshi, një nga nismëtarët për heqjen e titullit qytetar nderi Gjergj Velos, së bashku me kryetarin e grupit të këshilltarëve të opozitës në Këshillin Bashkiak, Klement Çela, kryetari i shoqatës së të përndjekurve politik Shpëtim Brehamaj dhe përfaqësuesin e shoqërisë civile Shkëlqim Bylykbashi, dhanë një deklaratë për mediat, ku theksuan rikthimin e dinjitetit të qytetit dhe të përndjekurve. Me vendim Këshillit Bashkiak Lushnjë i është kthyer dinjiteti një nga shtresave të përndjekur politik, heqja e titullit qytetar nderi ndaj unë shejtanit Gjergj Velo, do ta quaj për këtë rim, do më lejoni ta shpreh këtë sepse është rikthyer dinjiteti kësaj shtrese, por edhe qytetit tonë. Me 10 familje që ne njohim të gjalla, po të cilët nuk jetojnë më, që janë të përsekutuara gjatë viteve që i ka qenë ose të propozuara prej tij gjatë viteve që ka qenë kryetari i Komitetit Ekzekutiv, që paralelisht dhe automatikisht ka qenë dhe kryetari i Komisionit Internim dëbimeve të qytetit. Është një listë 6 personash të përndjekur, të cilët kanë patur fatin që me nënshkrimin e Gjergj Velos të zgjatet afati i internim dëbimit, të zgjatet afati i internimit, apo edhe të marrin masat të tjera që ky komision kishte në procedurën e tij në kohën që funksiononte. Unë duhet të falenderoj këtu në mënyrë të veçantë Klement Çelën për suportin e madh që na ka dhënë, zotin Emir Korreshi për publikimin që i ka bërë në gjitha nivelet që ai ka mundur dhe ka patur kontakte si deputet. Dhe këtu është vetëm fillimi i kësaj gare, sepse me zotin Korreshi ne kemi një dakordsi për të shkuar dhe më tej, për të kërkuar në Komisioni i Ligjeve amendimin e këtij ligji që çuditërisht e përjashton të kategorinë e Gjergj Velos. Konkretisht, me prova dhe fakte, dëshmia është origjinale e imja, kam pasur atje ku unë kam qenë i internuar, ku vuaja bashkë me familje natyrisht në Savër, kam pasur familjen e Alit Tarellit, i cili erdhi në atë kamp internimi bashkë me bashkëshorten e tij dhe nusen e djalit, i cili u burgos pikërisht si rezultat i kësaj firme dhe ligjeve në fuqi që ishin në atë kohë, që natyrisht nuk ishin drejta, ato ishin të stisura të gjitha. Djali i tij Sefer Tarelli shkoi në burg, ishte grupi i cili u cilësua si grupi që do të helmonte ujin e qytetit Lushnjës dhe do të helmonte si rrjedhoi edhe popullatën e qytetit.